Për 365 ditë të plota, qytetarët e Kosovës kanë paguar gjithsej 382.7 milion euro vetëm në emër të interesit. Kjo do të thotë se në mesatarën mbi 1 milion euro për çdo ditë kanë kaluar në duart e bankave. Koto të hyra u kanë mundsuar bankave që të arrijnë fitime të majme. Bankat në Kosovë gjatë vitit që shkoi kanë arritur të përfitojnë 182.1 milion euro. Vesa Vučitrna nga shoqata e bankave ka justifikuar këtë rritje duke thënë se rritja e normave të interesit është rezultati i një formule të balancuar, që merr në konsiderat koston e fondeve, rrezikun e kredisë dhe konkurrencën në treg. Sipas saj, këta faktorë ndikojnë drejt për drejt në përsaktimin e normave duke reflektuar kushtet aktuale ekonomike dhe financiare. Normat e interesit përcaktohen nga kostoja e fondeve, rreziku i kredisë dhe konkurrenca. Një pjesë e madhe e interesit që paguhet nga qytetarët në kredi u kthehet prapë përmes interesit në depozita që bankat u paguajnë qytetarëve. Një pjesë tjetër kalon me shpenzimet e pagave, trajnimet të stafit, shpenzimeve tjera operative që i paguhen bizneseve tjera në Kosovë, furnitore të bankave, pagesat rregullative dhe ligjore, dhe sigurisht edhe kontributet pensionale dhe tatimet siç kërkohet me ligj. Pastaj një pjesë riinvestohen në digitalizim dhe shërbime më të mira dhe rritjen e qasjes në financa. Bankat po ashtu kontribuojnë në sponsorizimin e kauzave të ndryshme arsimore, kulturore dhe humanitare. E sipas ekspertit të ekonomisë, ky përfitim i bankave është i patolerueshëm sepse ndikon në xhepin e qytetarëve. Rritjen e interesave banka nuk e shoh si pozitive sepse përkundras duhet të ndodhe ulja e interesit e bankës sepse duhet të jetë sipas rajonit, ashtu kështu në vitin e kaluar interesi i bankës ka qenë vjetor domethënë 6.2%, kështu që do duhet e ideale do të ishte 3.5%. Ky skenari banka ngri pyetje të rëndësishme mbi barrën që shpesh mbështetet tek qytetarët dhe mënyrën se si interesa ndikojnë në ekonominë e përditshme. Gjatë kësaj periudhe kohore janë lëshuar 5 miliardë 813 milion euro kredi që përbën një rritje prej 18.3%. Kosovarët mirë kanë qëndruar edhe me kursimet. Sipas raportit, deri në muajin gusht në bankat kosovare janë depozitur 6 miliardë 506 milion euro që përbën një rritje prej 11.2%.